Po më shqipni kusht ka qit me kry I ke pas qenë po një anë Urat e dheu të t'pirë shpinar Të dashur miq, ky episod mundësohet nga iOptica, optika juaj. Shkoni tashmë në faqen e Instagramit iOptica me kodin Buçi Podcast dhe porosisni një paraqitje me 10% ulje. Faleminderit dhe dëgjim të këndshëm. Mirë. Të kalojmë çik te tema që na dhën të gjithë njësoj, që përmblidhemi të gjithë jemi pothuajse të njëjtit mendimi tek pjesa e largimit të trinjve. Tash më sa kam parë unë, se kam lexuar unë, jo më që nuk është ulur numri, domethënë, po edhe dëshira, edhe numri që atyre që planifikojnë të ikin, as nuk ka as një lloj dyshimi që nuk do ulet as në të kaluarën. Çfarë po ndodh më? Çfarë bëhet? Nëse mund të flas unë, se di që kam folur shumë. Patjetër. Unë mendoj që do them diçka pak kundër rrymës, sepse është drejt që nuk duhet të ikim, po unë mendoj që pa emigracionin ne do kishim marrë fund. Mendohet të jenë 1 miliard remitancat në vit, dhe vetëm sa vinë rritet. Unë njoh personalisht edhe njerëz të mit, po edhe shok, të cilët kanë emigruar dhe kanë përmirësuar në mënyrë të ndjeshme jetën, jo vetëm ata që kanë emigruar në vende si Australia ose Amerika, po edhe në Itali apo në Greqi. Dhe mjafton shohësh Shqipërinë, shohësh fjala vjen Lezhën në muajt e verës, se si mbushet plot me njerëz vetëm gjatë verës, dhe ti mendon po sikur këta njerëz të jetonin gjithë këtu. Çfarë bombe sociale do ishte dhe ku do punonin gjithë ta? Me 400-500 lekë do punonin. Kështu që unë emigrimin në vetvete nuk e shoh gjë të keqe, sidomos nëse emigrimi integrohet me politika të thithjes kapitalit. Domethënë shqiptarët mos të investojnë vetëm për të ndërtuar shtëpia ose për të blerë shtëpia në ato pallate që po ndërtohen në Tiranë, po të investojnë në për ndërmarrje ose të paktën të ketë një farë fondi, të ulshoj obligacione, të ulshoj të blejnë aksione në për fabrika, në për ndërmarrje të reja prodhuese, në për startupe, të marrin kredi ata që jetojnë në Shqipëri, dhe kjo të financohet nga paraja e atyre që jetojnë jashtë, cilët edhe ata sigurisht do marrin interesin e vet dhe kanë një paratë depozituar në Shqipëri që po të kthehen pas 20 vitesh e gjejnë aty. Kjo do ishte mënyra ime për të integruar ata ekonomikisht, dhe e dyta duhet integrohen politikisht. Sepse supozohet ata të jenë më të emancipuar, supozohet ata nuk i kërcënon dot shteti për një vend të punë. Dhe jam dakord që një pjesë janë indiferent, nuk duan t'ia dinë, po ata që nuk janë indiferent, ata që merren me budallet e TikTokut ose që janë disi aktiv në rrjetet sociale që i shohin, do ishte mirë të kishin drejtën e votës dhe do ishte mirë të mbështesnin lëvizje të reja që janë kundër sistemit dhe kundër mënyrës si funksionon gjëra në Shqipëri. Sa më shumë njerëzit dalin jashtë, aq më shumë duhet të kërkojnë që në vendin e tyre gjërat të funksionojnë ashtu si në vendet ku janë ata, ku punojnë dhe jetojnë ata, duke marrë gjërat më banale nga rradha, që të respektojmë radhën që është gjëra më minimale, e deri pastaj tek mjekësia apo tek gjykatat apo tek gjithë të tjera. Të kuptoj që s'është e thjeshtë, por duke qenë se kemi kaq shumë emigrant, duhet kishin një influencë të madhe. Edhe e fundi që duhet të them është se kemi edhe një mungesë të madhe të patriotizmit në Shqipëri. Për shembull, po t'i krahasojmë me emigrantët kosovar, ata kanë një patriotizëm shumë më të fuqishëm, edhe pse mund të jetojnë jashtë, prapse prap janë me kokën nga Kosova dhe prapse prap kanë kontribuar me dekada për ta zhvilluar Kosovën dhe për ta bërë një vend të denj, një vend të lirë mos pari dhe një vend të denj për të jetuar mos dyti. Dhe shqiptarët do duhet të vlerësonin të veten. Do duhet të vlerësojnë gjuhën shqipe, mos të mësojnë kalamajve që 4-5 vjeç, të mësojnë anglisht të tjenë vetëm me perspektivën politik, të vlerësojnë gjanat më bazike që nga Made in Albania, produktet shqiptare, produktet ushqimore, produktet kozmetike, se nuk e kemi kaq të pamundur ne për të prodhuar patatina ose për të pas një industri agro-ushqimore, për të pas një industri, po themi, kimike, për të pas një industri farmaceutike, se janë gjëra që i kemi pas, janë gjëra që deri diku dhe i kemi. Kështu që
Po e marr shembull Mërgjizin e Zanave. Mërgjizi i Zanave ka marrë përvojën italiane dhe e ka aplikuar në Shqipëri dhe i ka dhënë vlerë produkteve dhe kulturës shqiptare. Dhe nëse emigrantët e bëjnë këtë, nëse vetë shqiptarët që janë në Shqipëri e vlerësojnë veten, e vlerësojnë prodhimin shqip, atëherë sigurisht që edhe ekonomia do rritet, sigurisht që edhe punësimi edhe mirëqenia për gjithë do të rritet. Kaq kisha. Jepi Andi, shkrep. Shiko, çështja para 2-3 ditësh kishe ta Daily Mail një shkrim që vetëm në 2022 deri tani në tetor janë futur rreth 12.000 shqiptar nga me varka kështu në mënyrë ilegale, nuk po them në mënyrë të lishme, emigracion të tjera, po vetëm në mënyrë ilegale me gomone nga kanali i La Manchit. Edhe për këtyre 10.000 ishin vetëm meshkujt të cilët ishin beqar, po aludonte shkrimi. Do të thënë, këtu ka një pandemi shumë të madhe të dëshirës për të larguar nga vendi, edhe sidomos të rive dhe për gjetur mundësi larg. Edhe këtu pa emigracionin dhe pa paratë e drogës, pa paratë, le të themi kështu të këtij dorës dytë inflacioni që bëjnë këta korporatet dhe gjitha këto. Që pa këto lekë ne do ishim një ekonomi që do kishim kaluar deri në krizë dhe shteti jonë do kishte falimentuar. Po çështja është që ka një lloj gjakderdhje shumë të madhe të largimeve. Unë po e shikoj dhe tetrit po kërkohen, sidomos ato që deri dje kishin merrni fasoneri ose call center, nuk po kanë më standarde në marrjen e njerëzve në punë. Madje po marrin punë dhe njerëz 65 vjeç deri në 65 vjeç në moshë pensioni, sepse nuk ka më njerëz, thjesht mjaftonte një kokë dhe 2 duar, pa trajnim, pa eksperiencë, thjesht fizikisht. E çështja është që kjo lidhet komplet një lloj kështu analize thjesht komplet me këtë mungesën e shpresës. Edhe nuk e di se sa vlen ajo që thot Albioni për këtë pjesën, domethënë ka pas vletur goxha për pjesën e remitacave, por nuk e di se sa duan të kenë lidhje me ne, domethënë që ikin dhe po shkojnë punojnë atje dhe për të rikthyer sërish edhe për sjell para këtu në vendin tonë, apo thjesht duan të ikin dhe mos kthehen më te vendi jon, duke na shkaktuar kështu një lloj drame shumë të madhe, duke mos sjell para, pavarësisht se një pjesë akoma ka lidhje të forta me familje. Edhe ky fenomeni i shpopullimit dhe largimit sidomos të rive i fuqisë punëtore, pavarësisht kësaj dramës momentale, kam përshtimin që do krijojë edhe një dhimbje dhe një lloj efekti bumerang për të ardhmen te skema e pensioneve, te vendet e punës, tek shumë gjëra që lidhen, sepse nëse ne na ikën ajo pjesa më vitale e fuqisë punës, na ikën intelekti, na ikën krau i cili realisht do punonte në çfarë lloj sektori për zhvilluar ekonominë shqiptare. Kush do punojnë pleqsh, do punojnë ata mbi 40-50 vjeç, apo do ngelemi një shoqëri e cila do krijojë një bazë shumë madhe, kur sa më pak lindje do kemi, më shumë largime dhe më shumë pleqsh dhe një skem pensioni që vit pas viti ka qenë një lloj problematike dhe është dashur që kaloj dhe me një lloj indeksimi mosha e pensionit derisa të shkojë 67 ose 70 vjeç. Unë e shikoj një çik shumë të zymtë këtë gjë dhe këtë lloj fenomenin, edhe po më duket e pavarësisht se po e përmendet edhe këto partitë e opozitës me Berishën, sidomos Meta, këtë idenë e shpopullimit dhe një lloj qasje antikombëtare, më duket një rrezik kështu në terma afatgjat shumë i madh, edhe nuk e di se sa do punohet për ta ndaluar, se edhe Banka Botërore para një viti, 2 vite nxorë një lloj studimi që deri nga viti 2060-70 ne do shkonim tek 1.7 milion banor maksimumi. Edhe normalisht një lloj përgjysmimi i banorëve çfarë do sillte, do sillte një krizë ekonomike, një lloj kaosi total në vendin. Ando, a mund të bëj një pyetje? Po. Ti po thuaj që po marrin edhe 65 vjeçar me punu në për fasoneri, në për call center, është shumë e vërtetë sepse po shikoj edhe unë një lajmërim që thoshte janë 20.000 vende të lira pune në fasoneri. Dhe kjo sigurisht duke pas ofertë tulët, duhet rritet rroga, duhet ulet edhe papunësia. Tani unë një pyetje kam për ty. Si ka mundësi që në Shqipëri del të hanën në orën 10 të mëngjesit,
del të martën në orën 3 masdites dhe shef djemë të ri, burra, 25, 35, 45 vjeç, të pi kafe ose të pi birë. Në cilin vend botës shef ti një burr 35 vjeç në moshën më produktive që shtrohet me birra ditën e martë në orën 3 mbasdite. Nuk po them darkë pas pune ose të shtunën ose të premten që në gjithë botën pinë, po gjatë ditës ulen aty në për shisha lounge edhe thith shisha ti sepse jera ha gjithë ditën. Si ka mundësi që ka dhe papunësi kaq të madhe edhe kërkesë kaq të madhe të biznesit për punë. Këtu ka një fenomen goxha interesant sepse kjo që dhe ti shumë e vërtet biles këtu te lagja ime për shembull është një rrugë nga 100 metra e gjatë. Në këtë rrugë janë 10 lokale. 10, nuk po të gënjejmë, më të jenë më shumë. Edhe gjitha janë plot, kështu super fancy, super të investuar dhe vinë këto të rit, i ke çdo ditë pothuajse plot. Nga ana tjetër shef që secili ka makinën e fundit, Benzin e fundit, BMW-n e fundit, po super luksoze, kështu edhe qarkullojnë në vërdalë sidomos Ti e ke puna vlla, ty atë del me pi në orën 3 masdite, të rishet shtrohesh me birra. Kjo është ide, këtë do ne kemi një pjesë shumë të madhe të rive që as nuk studiojnë, as nuk punojnë, nuk e di se sa ishin, 40%. Kafet e lokaleve plot. Mos flasim për universitetet private që janë pothuajse si kafe, po edhe auditorët bosh dhe kafet e universiteteve bosh. Ku i shef ti, si mund të ketë produktivitet një vend ku njerëzit rrin më shumë kafe se sa në auditor, më shumë kafe se sa nuk e kuptoj këtë, se edhe jashtë punojnë njerëzit nga 2 punë. Po të punojsh në Shqipëri nga 2 punë, nuk po them 2 milion lek, po 1 milion lek i merr. Se edhe punëtori i ndërtimit i 600.000 lek e merr në Shqipëri, nuk ka, domethënë po ti jesh mjeshtër më pak se 20.000 lek ditë nuk merr. Tani është një paradoks shumë i madh. Shiko, këtë paradoks unë shoh për ditë, domethënë se nuk ka mundësi që të gjitha lokalet e Tiranës, kudo që të dalësh, ti gjesh plot në çdo lloj momenti. Është realisht sidomos këto lokalet fancy ose ande nga bloku, im vlla tani ka një vit, diçka më pak se një vit në Gjermani. Dhe sot po më thosh që po dal, se është vetëm një ditë kur mund të dal pas pune. Sepse normalisht ditët e tjera nuk është se ka mundësi të dal, po dhe nuk është kjo jeta sociale aq në ekstrem. E shtuna dhe djela janë ditët për dalë. Në Shqipëri është çdo ditë, mëngjesi, 8 mëngjesit i shkojnë njerëzit në kafe. 2 drekës janë plot kafe, natën plot. Po përveç kësaj, mendoj që është edhe një lloj mendësie që reflektohet shumë mirë me këto vajtjet në Angli, me gomone, në shtëpi bari, me ekziston kjo ide që kemi një lloj mendësie sepse duam të pasurohemi sot për nesër. Sot jemi të varfër, nesër jemi milioner dhe miliarder me super makinën e shtretë dhe shikoj shumë edhe njerëz të cilët i njoh, po edhe kështu si tip fenomeni që hajde bëjmë një rrugë në Angli, rrim një muaj, 2 muaj shtëpi barit, çojmë në rrugë kokainë që pasurohemi shpejt e të vim këtu, vim Kukës, po përmend Kukësin ose Libresh me Ferrarin e fundit, pavarësisht se aty nuk shtrua rruga. Ekziston kjo mendësia që të pasurohemi sot për nesër dhe pastaj të hapemi, fal për shprehje, të hapemi bythësh kështu bashkë kombasit dhe bashkëfshatarëve tanë. Dhe prandaj ekziston ky fenomeni sepse dakor, qeveria nuk ka krijuar mundësi pune, nuk ekziston një treg, por sado, nëse një person do të punojë të ca punë disi modeste, mund t'i gjejë disa punë, një pjesë e mirë e njerëzve, por nuk duan secili prej tyre, sidomos tri kështu u ka hip një lloj porre madhe që duan të jenë ose milioner ose nuk ka rrugë të mesme, nuk mund të jetë rrogtar ai të punojë me X lekë, kjo është shprehje e famshme, nuk punoj me 300.000 lekë kamarierën. Po, filloi njëri me 300.000 lekë, ndoshta nxirr bakshish, nxirr gjëra, dhe pastaj kalo tek gjëra më lart. Nuk mund të jesh direkt ai bosi i drogës me 1 milion euro të ardhur aty. Dhe pastaj shkojnë kjo pasurimi shpejt dhe pastaj vin këtu hapen me makinën e fundit, me Rolexin e fundit. Kjo është dhe çështje mendësie popullore. Unë me çka më thuar në ato pak vende që kam parë jashtë, nuk kam parë, sidomos nëse ti do të bësh një biznes të suksesshëm në Shqipëri është kafeneja. Nuk e gjen asnjëherë bosh, kurr. O do kesh nga ato kafenet e vjetra që gjen këto xhaxhat për ditë që han pula e lozin domino, ose do kesh rini, po them rini nga 20 deri në 40 vjeç në kulmin e fuqisë tyre punëtore që rrin aty
ose ja kanë dalë për gjujt, ose për të shitur mend me ato vleret e fundit, ose për net për të bënë një muhabet, po në kafe është pashmangshmërisht që do gjesh njerëz plot në çdo lloj momenti. Jam dakord që ka një lloj mungese qendrash kulturore, po them për të rinj, ose ambientesh për të rinj, qoftë dhe aktivitete tjera përveç kafes, po kjo nuk është thjesht faj i sistemit, është dhe faj një lloj mendësie, sepse unë shikoj shumë të rinj të cilët nuk e kanë interes për shembull që të shkojnë në një aktivitet kulturor ose të bëjnë diçka ose të merren me një lloj vullnetarizmi. Jo. Është një protestë valla. Jo, edhe në protestë asgjë. Unë shikoj janë ca grupime të vogla ose ca qendra të vogla, të cilët bëjnë shpeshherë organizime kinematografike, organizime kulturore, diskutime, librash, temash të ndryshme, aktivitete sociale, aktivitete vullnetarizmi, aktivitete me qasje kulturore, por nuk e shikon këta njerëz, këta të rinj që gjen kështu rëndom nëpër kafene me atë çantën e fundit, me orën Rolex, me makinën e fundit. Edhe gjithë masivisht duket kështu si gjë e çuditshme nëse ti shkon ke këto organizime kulturore. Besoj se është një lloj mendësie shumë e keqe, edhe kësaj gjëje faji është i vetë personave, i vetë rinis, të cilët nuk duhet t'ia drejtojnë askujt gishtë thonë këtu nuk ka punë për çdo lloj gjëje si justifikim. Sepse përpara se mos ketë punë, ti duhet kërkosh një herë, dhe nuk duhet thuash nuk punoj me 300.000 lekë, nuk punoj me 500.000 lekë, nuk e bëjmë këtë, dua diçka tjetër. Po fillimisht, bëj një shpikje, bëj diçka tjetër ose bëj një gjë që mirë, s'do punosh kamarier, puno me diçka tjetër. Sepse teknologjia sot ta jep mundësinë që të punosh me gjëra, ke Fiverr, ke punë digjitale, mësoj një profesion, mësoj futu në YouTube, kushtoja një vit rresht, bësh designer, po them, ose të bësh një gjë që s'e ke mësuar. Ata që janë sklever jashtë, sepse ato që shkojnë në shtëpi bari, kemi pa nëpër komune se sa shumë vuajnë, ose edhe ata që punojnë thjesht, punojnë jashtëzakonisht shumë sepse ashtu punojnë edhe të huaj. Domethënë, po të shkosh në Gjermani do punosh si gjermanët. Dhe punojnë edhe nga dy punë, nuk e di në Gjermani, por në SBA për shembull. Edhe në Itali ka raste që punojnë edhe nga dy punë. Si qeni, shiko. Nuk është problemi që po thosh të anë tash se s'ka mjete, se të gjithë i kanë apo atë mjetet aty janë. Unë shikoj pak më thellë dhe pak më dhimbshëm. Mendimi im është se fajin e ka jo për të drejtuar gishta, po s'do vetë të puna atje. Ideja është se për mendimin tim një faj jashtëzakonisht shumë të madh ka familja. Është një lloj gjenerate e prindrish, domethënë, që për shkak se mund të mos kenë pasur në kohën e tyre dhe mund të kenë mbaruar një shkollë në kohën e komunizmit për të cilën ata nuk ishin dakord, po ajo u caktua. Dhe gjatë gjithë kohës së tyre bën diçka që nuk e donin, ja lën fëmijës atë të drejtën, por edhe më shumë se sa aq, që të rinë të vegjetojnë, domethënë si një dele në një fushë, domethënë. Se edhe unë mirë kam pasur atë fëmirin shumë të mirë, nuk mund të qajmë asnjëherë. Mëra kanë zgërdhirë, do të vesh me punë nga më të ndryshme. Duke filluar që kur ishim të vogël që vinim nga fshati nga i cili kemi prej ardhin, duke u kujdesur për ullinje, budalliqe etj. Domethënë kemi bërë gjitha kur kemi qenë të vegjël, ne dhe sot sa ditë tani kemi thirrur mendjet që i kuptojmë pse. E kuptojmë tani se sa të mira kam qenë, sepse tani për shembull unë jam në punën e disat këtu, që u bëra 7-8 vite. Edhe kam bërë shumë lloje punë të ndryshme, pa pasur asnjë lloj problemi, pa pasur problemin të zgjuar në mëngjes, pa pasur problemin të kap diçka me dorë që unë si kam bërë përpara. Kur ka persona të tjerë që kanë qenë gjatë gjithë kohës, domethënë shumë në rregull, kanë pasur edhe mbështetje financiare edhe kur kanë ardhur këtu 100% nga familja e tyre, domethënë. Dhe tani që ka filluar punë, thotë nuk vetëm në punë, vetëm me vonesë. Jo, po si e ta mirë, ja po s'bëra kështu. Domethënë, edhe bërthama e të gjithë këtij problemi, edhe ta tipat që jetojnë nëpër kafe, nëpër kështu, është familja udhëtërisë. Nëse ata nuk do ta mbante më jatin në shtëpi, ata nxirrte nga shtëpia, thonë që ti filani dashur të paktën punon me një gjë, jo po s'punohet për 300.000 lekë. Po 300.000 lekë nuk është vetëm 300.000 lekë. Ai 300.000 lekë që është minimumi ka 350-500.000 lekë. Pse? Sepse atë kohën që Albi po thoshte dalim pin kafe ose dalim pin bira, nuk do dalësh më, se do jesh deri në 4 në punë. Kështu që jo vetëm do bësh sa do pak lek, po edhe do kursesh ato lekë që do i shpenzoje.
mund të shpenzosh diku në një vend tjetër, por asnjëherë nuk do shpenzosh nëse do vegjetosh gjithkohës. Edhe këtë llogari nuk e bëjnë. Unë mendoj fatkeqësisht, domethënë është vërtet shumë e dhimbshme për mua ta mendoj kështu, por është krijuar një lloj kulture dembelash. Se dhe prindrit ta nuk kanë pasur mundësi, mbasi nuk kanë pasur shkolla etj, kanë bërë punë nga më të ndryshmet. Mamaja ime është me shumë sëmundje, me probleme fizike dhe asnjë vazhdon sot e kësaj dite të punojnë në fasoneri. Për ato rrogë subminimale që marrin ato, sepse është më mirë se sa mos të fitosh asnjë gjë. Unë nuk e kuptoj se nga ka dalë ky brez, domethënë. Mbase është një rancë personale se nuk kam një teori për këtë ndjesje ndërpres, domethënë ka të bëjë gjithë me modelin shoqëror të cilin ofrohet. Se po ta shikosh dhe një lloj skaneri, nëse del në rrugë dhe i shikon kështu këta të rit shqiptar, ndoshta po kaloj edhe nivel paragjykues, po dua ta bëj si një lloj analize kështu të vogël. Është tek ideja e modelit. Dhe ideja e modelit është që afrohet në sot është për djem është njeriu trafikant i fortë, ai që ka bërë lek, nuk ka rëndësi të pista apo jo, po thjesht ka krijuar këtë status edhe gjithë ka një lloj kopje ndaj të tij. Ndërsa për femrat është ka femra alla Instagramsja që ka një sukses ndoshta edhe për shkak të mashkullit të saj, e cila mbështetet financiarisht nga ty që është e bukur, që ka këtë del nëpër vendet dhe darkat e hotelet më të shtrenjta edhe i nxjerrin story. Edhe unë shikoj këtë edhe në universitet. Domethënë shikoj një lloj luksi së jashtmi të pa justifikuar, pavarësisht se ajo mund të jetojë me qera, mund të jetë me probleme në familje, por si jashtmi krijohet një lloj luksi kështu edhe ç'a bën? Duke qenë se ekziston kjo lloj mungese, njerëzit mundohen ta plotësojnë këtë gjë, sepse për të është turp punoj ai kamarier ose të punoj me një rrogë bazike. Ai do të ketë ashtu siç ka njeriu që shikon televizion, që shikon internet, që shikon Facebook, që shikon TikTok, ai do të ketë aq sa ai ka një lloj zilie dhe do ta arrijë tek ajo gjëja. Sidomos kjo qasje e mashkullit, domethënë ka thënë ca gjëra interesante ky Jordan Peterson për këtë gjë, kjo ideja e zilis edhe e kjo qasjes mashkullore që do të ketë këtë nivelin e heroj që do të jetë ky ai që ti keto e projektoni çik veten tek ai që shikon, e krijon si një lloj shembull. Dhe po ti shikosh gjithë te mënyra se si vishen, te mënyra se si sillen, tek ato gjërat që postojnë në rrjetet sociale, janë krijuar këto modele, po them kështu më shumë predominante, nuk po them që janë për gjithë rit, po unë i shikoj edhe në universitet, kur aty njeriu ka shkuar për të studiuar që më të vishet thjesht, ka një jetë sociale, etc. Duhen sigurisht janë gjithë milionerë, sikur kanë super makina, sikur punojnë gjithë nëpër Hollywood, ka një lloj ekzibicioni të jashtëzakonshëm. Ndoshta vjen edhe nga aspekti që kemi qenë një shoqëri e pa ushqyer, e pa ngrënë, një shoqëri e varfër. Por pra më duket një brez i cili e ka shumë të shfaqur te ekzibicioni dhe për ta mbushur këtë gjë, nuk do të punojë këto punët e zakonshme 9 me 5, por do të punojë gjëra të jashtëzakonshme, do të punojë merret me drogë, merret me gjëra që pastrojnë shpejt. Edhe këtë gjë e shikoj si një lloj feedbacku nga shumë njerëz të 300 milionë. Vlla që është në Gjermani i vogël është 20 vjeç, po thoshte që ndonjëherë është më mirë bosh i rrugë kështu kokainë se sa të rish të punojë shumë në sistematike. Të marrësh mirë lek në Gjermani, por është më mirë ta bësh dhe pastaj edhe çfarë do bësh tashun pas kësaj, po do bëj shëtitje. Është kjo ideja e ngulitur në kokë që fiton një herë një dorë të mirë dhe pastaj hajde shit më, hajde shit. Edhe unë shikoj një çik goxha të ngulitur tek shqiptar të gjën që të jemi ekzibicionist, edhe të kemi këtë pasurimin e shpejt sipas tyre modeleve, noizin e shesim si model, stresin ky forti, ky që del në Instagram, ky që ka asë për pasuri, po nuk pash shumicën e herëve një model, një person që ky është i lexuar, ky ka krijuar këtë gjë, është intelektual, nuk e pash një model që ta ndjekë njeriu shqiptar. Është fiks ky modeli që ndjekë më shumë. Dhe unë besoj prandaj gjejmë kryesisht nëpër lokale, sesa nëpër qendra të tjera, kur rinia realisht mund të jepte çika nga të vitaliteti i vet jetësor fizik, por edhe mendësor. Se unë nuk e shikoj që lokale shumica e gjërave që diskutojnë janë gjërat e përditshmërisë, po nëse ti si njeri ke nevojë të diskutosh filozofi, art, muzikë, poezi, nga kjo janë duhen shumë të varfër të shqiptarë. Unë mendoj që është edhe mungesa e pritshmërisë për ta plotësuar atë që po thotë ti Andi.
Unë po shikoja një video të një turiste apo turist amerikan, nuk e di mirë tani, kishte shku në Elbasan, edhe po thoshte që më pëlqen shumë kultura shqiptare sepse janë shumë social me njëri tjetrin, dhe më pëlqen kjo kultura që kur ti shkon kafe, i shef aty dhe marrin jetën avash avash, nuk janë në stres gjithë kohës, dhe më pëlqen që në darkë dalin ata dhe shëtisin në rrugë. Në fillim dukej absurde sepse shëtisin vetëm një bulevard nga fillimi në fund, nuk është se shkonin kinema apo diku, po pastaj fillova ta vlerësoj. Dhe unë duke e pa këtë video po kujtoja fëmijërinë time ku ishte gjë e madhe që të ndilnim edhe të shëtisnim në bulevard në qendër qytetit, bënim atë rrugën ja 10 herë para mbrapa. Edhe aq që kishim argëtimi, shkonim në Shqipëri. Dhe kam dëgjuar histori të tilla në shumë qytete, edhe në Tiranë, thonë që ishte ajo xhiroja e madhe e bulevardit edhe çunat e bulevardit që uleshin aty, sepse kaq argëtim kishin në komunizëm, nuk është se kishin ndaj pritshmëri të madhe. Kështu që edhe të rinjt nuk është se kanë ndaj pritshmëri nga vetja që unë do shkoj, do jem produktiv, do hap një biznes timin, do kem super sukses. Dhe modelet e suksesit nuk i kanë tilla. Modelet e suksesit i kanë Filan Fisteku po drejtor, Filan Fisteku mor me drogë, Filan Fisteku ku diun doli në televizor po super i famshëm, duan të bëhen të pasur shpejt, dhe alternativat e tjera as nuk i llogarisin. Edhe për mu më tërbon nga një anë, sepse kam pa edhe një meme që thoshte ja si pin kafe europianët, ja si pin kafe amerikanët. Dhe kafe europianëve ishte me karrige për jashta, kafe amerikanëve ishte që shkonin me makina, merrnin ato kafet e Starbucksit dhe iknin. Edhe për më tepër në kulturën tonë, mos ta krahasoj me Ballkanin, që është e ngjashme me Greqinë deri diku, po është sidomos e theksuar në kulturën tonë. Dhe për mendimin tim më shumë gabim sepse ka modele, unë po e përmend prapë atë Altinin Emrizit që ka bërë një restorant në Zadrim që as ja merrte mendja kujt që do shkojnë njerëzit në fisht me makinë për të shku për të hangër atje, për të bërë agroturizëm, dhe e kanë nxjerr nga pothuajse nga hiçi, e kanë nxjerr një biznes suksesshëm. Dhe nëse këta të ri do kishin vullnetin, do kërkonin internet, do prodhonin sikur edhe ku diun një kavanos rrechel, ose do prodhonin një nuk di tani se çfarë biznesi të vogël mund të krijojnë ose çfarë degë të industrisë mund të ndërtojnë. Unë mbaj mend kam pa një video një kosovari i cili kishte ardhur nga Gjermania, kishte sjell një makineri e cila prodhonte vetëm nga ato tapat e vogla plastike të mjekësisë, nëse i keni parasysh ato që mbajnë ilaçe. Vetëm atë prodhonte ai, dhe atë ishte i aftë t'ia shiste kompanive farmaceutike vendase, po edhe në eksport. Dhe është absurde që ne të kemi kaq shumë makina të shtrenjta dhe të kemi shumë pak makineri. Kemi industri mekanike thujse të zhdukur, kemi industri teknologjike në nivele minimale dhe mos kemi një ekonomi të zhvilluar, është gjinaf. Po unë mendoj se këto gjërat që të dyve juve përmendët e kanë selbin dhe piknisin aty tek ajo familja që ne kemi ditur deri para ca kohë që ka qenë shumë e shëndetshme kudo, që është një fasadë në fakt e pavërtetë, se vërtet e përmend janë, domethënë që janë këto shembujt në social media, ajo po repera, ajo po drogmena etj. Po më se këto shembuj kemi parë dhe ne, burë. Unë ai brezi që unë kam qenë në klasë 5, noizi nuk ishte dalë akoma, e kupton, është ai brezi që kemi përjetuar të gjitha këto. Po si unë, si 50-60 shqiptarë këtu në Berlin që njoh unë, apo dhe shumë shok që kam akoma në Shqipëri, domethënë, nuk u bën njeria shumë valla. Se ata e kanë pasur një lloj modeli tjetër, e kanë ditur që nuk është e vërtetë ajo, që nuk është aq e thjeshtë. Ka vajtur puna që një pjesë e madhe nuk e vlerëson punën, nuk e vlerëson njeriu që punon, nuk e beson që mund të arrish diçka nëse punon fort, nuk po e beson me njerëz, se ka vërtet në shtëpia pari. Po unë informacionin tash që nuk i them dot nga i kam, po që ka dhe persona që punojnë atje dhe i përtojnë valla. Ka persona që kanë pasur mosmarrëveshje me të zotin e shtëpisë ose me atë që i ka marrë atje që e paguan për të bërë punën, se flen gjumë valla gjatë ditës. Që janë të papërpik, nuk janë atje ku duhet të jenë në kohën e duhur. E kupton? Edhe në atë lloj pune, këta janë për ta valla. Me ato lloj rrogash, domethënë me ato lloj lekësh edhe ose poundësh më saktë që marrin atje. Është kulmi. Kështu që nuk është shumë ajo pjesa domethënë se çfarë të ofron, se ai tjetri mund të tojë edhe idhu nga ura ti, po ti nuk do hidhesh. Ideja është që
nga që kur kanë qenë fëmijë nuk ka pasur një model. Është një lloj mangësie që shumë nga, sidomos nga meshkujt, domethënë shqiptar, ka rënë jashtëzakonisht shumë numri të cilin tatin ose babain e tyre e shohin si shembull, e shohin si idhull, e shohin si atë heroin. Se mirë e theti që e përmend atë pjesën e Jordan Peterson që duhet të jesh heroi. Po këta e duan atë pjesën të jenë heroi. Po Jordan Peterson thotë që edhe ai dragoi që ky heroi do vrasi, nuk është në një gjë, nuk është në një lloj materializmi, është brenda teje, duhet të arrish veten, je duke konkuruar me veten ditë për ditë. Se këtë pjesën e lën shumica jashtë, domethënë, kjo është pjesa më thelbësore. Edhe këtë nuk e bëjnë të rinjt tanë Daniela. Nuk kanë asnjë lloj indicie, domethënë, nuk e di personalisht, sinqerisht nuk kuptoj si mund të zgjohen në mëngjes, domethënë, duke ditur që nuk ka asnjë lloj perspektive dhe të vazhdosh jetën në atë lloj mënyre të ngrehur, të krehur, të pispillosur, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, sikur ti ke çdo lloj gjë në rregull, sikur ke 4 biznese që po t'i japin të ardhura pasive dhe sikur ti je tashmë 50 vjeç me 3 ide që ke pasur përpara dhe tani po jeton jetën sepse e ke krijuar. Kështu jetojnë 18 vjeçarët, 20 vjeçarët apo 30 vjeçarët tani në Shqipëri. Kupton? Jetojnë atë periudhën përpara pensionit sikur kanë arritur në maksimumin e mundshëm dhe tani po shijojnë frytet e punës, ku në fakt nuk kanë asnjë gjë. Edhe familja i mbështet valla, shiko. Nëse djalim, unë jam në Tiranë tash, nëse djalim është 25 vjeç, domethënë, edhe nuk punon. Po del, po ai nga mua po i merr lekë të bursën, nga do i marr lekë tash. Ose do bëhet në një kriminal, do vjedhi, do shesi droga ku dëgjon. Po fundi afare gjunafe dhe turp është ta thuash, po të paktën do bëjnë një gjë. Po të bëj atë. Po ata as atë nuk e bëjnë. Prandaj është e gjitha mungesa e një shembulli të mirë që lind nga familja. Përpos familjes, domethënë ka dhe unë kam përshtypjen që shkruaj një lloj inflacioni, e njëjta gjë në shumë sektorë të ekonomisë, për shembull. Po marr shembull të ndërtimet për të bërë një paralelizëm ndoshta me shoqërinë dhe me të rinjt. Të ndërtimet ka ardhur leku drogës, leku i parave të pista dhe ka ndërtuar gjithë to kulla, gjithë to gjëra dhe mban shumë lart çmimin e apartamenteve. Të paktën ato zonat ekskluzive dhe çfarë ndodh kjo? Domethënë, edhe ato ndërtesa të cilat janë për familje, për njerëzit buxhetor, të cilët nuk kanë mundësi të blejnë me 5.000 euro, 4.000 euro metri katror, po e duan 600-700 euro maksimumi deri 1.000 euro. Është rritur ky çmimi aq shumë sa kanë kaluar gjithë shumë stratosferë dhe ta gjesh me 1.500 euro, 2.000 euro quhet çmimi i ulët tani. Edhe besoj se edhe në raport me të rinjt ka ndodhur një fenomen i ngjashëm nga para të tillë dhe duke qenë se jemi një shoqëri, po themi në tranzicion, edhe një shoqëri e cila është e prekur nga këto fenomene të tilla, domethënë zhvillime ekstreme, edhe nëse ka shtresa dhe zhvillime ekstreme në shoqëri, është shoqëri e pa zhvilluar, nuk është shoqëri e zhvilluar kur realisht ke një klasë mesme si ekonomikisht, po edhe nga ana kulturore ti ke një klasë mesme e cila ka një farë zhvillimi, ka një farë kulture, frekuenton përveç atë klubin e natës dhe kafenin, frekuenton dhe ambiente të tjera për të ushqyer shpirtin e vet dhe intelektin e vet. Nuk do vetëm të hajë të bëj seks. E çështja është që këtu është krijuar një lloj inflacioni nga këta njerëz të cilët kanë shumë para, edhe krijojnë këto qasje, këto trendet, daljet, edhe çfarë bëj unë, prandaj më mbështes të idenë që krijohet përveç asaj që thua ti te pjesa e prindërve, edhe që nuk është ndoshta edhe prindërit nuk e kanë atë mënyrën e duhur se si duhet ja imponojnë, që duhet dikush i pavarur të jetë deri me paratë e vet ose të ketë këtë kulturën e punës, por përpos kësaj është dhe kjo ide që ky inflacioni që është krijuar ta mundohen ta ndjekin, domosdoshmë se shikon shkollë 2-3 individ ose edhe në shoqëri, edhe te puna 2-3 individ të cilët kanë goxha lek. Edhe krijojnë një lloj modeli, një lloj aksesi edhe një lloj qasje që për këta përduket sikur për këta është jeta shumë e lehtë. Normalisht është shumë e lehtë sepse para ndoshta burimet e tyre të parave janë ata ose ka shumica që do të thonë se në Shqipëri ka babi prokuror, ka babi deputet, ka babi gjykatës, ka babi që merret me X gjë, me ndërtime, me gjëra të tilla dhe ka shumë para. Dhe ti kur e shikon, krijohet një lloj fenomeni që një pjesë e të rinjve duan të jenë si ky, duan të kenë të njëjtat facilitete, duan pse mos jem dhon thot me makinë, ky ka shumë zbret me helikopter, e hedh në story. Dhe krijohet një lloj zilie dhe nuk e di më duhet të Aristoteli ka thënë që varfëria është baza e revoltës dhe krimit. Do të thonë, ose krijon revolucion ose krijon krim.
Edhe në rastin tonë po presim revolucionin, po krim ka kriju goxha, sepse kur e shikon një tablo të tillë, ai thotë, "Ore, për këtë është jeta shumë e lehtë. Si mund ta bëj unë jetën time të lehtë?" E normalisht një pjesë, dakor, një pjesë mund t'i futet studimeve, nuk do t'i futet rrugëve të tillë, por një pjesë e madhe gjen ato rrugë të lehtë, ta bëjmë kështu, ta bëjmë pse mos i bën ai që të makinë, ta çoj të dashurën në hotele, këto gjërat mitike të famshme që duhet 500.000 lekë me dal me një gocë, që duket absurde, po është krijuar një lloj trendi. Edhe po i shikoj ditë ke këto vox popet, ndonjëherë që po ai sa janë qesharake janë edhe kështu të trishta. Po thoshte pse s'keni të dashur, pse nuk, po ishin disa çuna të ri, po thoshte që po jo se do 200, 300, 400, 500.000 lekë dalësh me një vajzë, më fal. Nuk po del në dark me Jeff Bezos edhe po e nxjerr kështu që s'ka dalë ndër. Nuk e kuptoj pse nga ka lindur një lloj mendësie që ka një lloj kërkese kaq të madhe thjesht për dalë me një vajzë. Mund dalësh edhe në një park, por nuk ekziston, për ne është turp për të riun shqiptar, për një pjesë po flas, nuk po flas për secilin, sepse ka edhe tri goca e çuna shumë të bukura të mirë shqiptar. Por po them që ekziston një lloj turpi edhe një lloj kërkese shumë e madhe që për daljen ty duhet të kesh kaq lek, duhet të kesh ekzibicionist, duhet t'ja përmbushësh nevojat, ta çosh me makinë këtu, ta bësh këtë, të marrësh shishat e lokali, të tregosh shoqërisë, të tregosh asaj ose atij, ti tregosh që ti ke para, mund të kesh para, dhe besoj se nevoja që për ta arritur këtë lloj statusi social, si ekonomik, po dhe një lloj statusi social dukjeje, ka bërë që një pjesë e trive shqiptar gjen mënyra pasurimi sa më të shpejta, që nesër të jenë këta ata personat, ai robi që ka babain e pasur, që s'ka punu as ditë për lekët e veta, e ka marrë babait, e ka marrë xhaxhait, e ka marrë mamas, e thjesht mburret me to. Edhe më duket sikur po shi rrushin e do të pishet. Dhe ideja është që po kopjoj njëri tjetrin tek një pjesë e individëve të ri. Se unë shikoj, domethënë vetëm kur dal rrinjë kështu një lloj studimi me veten, kështu vetjak, që një lloj qasje dhe kopjimi të veshjet, të mënyra e sjelljes, duket sikur gjithë jetojnë në një realitet super pasunar, gati edhe kështu nga ato lagjet e Hollywoodit, secili kështu kush ka gjën më të fundit. Edhe unë dua të shikoj edhe të ri të thjesht, të ri që merr më shumë me gjëra kulturore, me proteste, me aktivizëm social, me gjëra vullnetare, me politikë, jo me parti, po me politikë, sepse edhe qasjen politikën e kemi parasysh çfarë përfitojmë. Do shkojmë një alë, do marrim në vend pune nga kjo, do bëhemi të pasur, do kemi mundësi. Duhet të shikoj njerëz të tillë, çuna dhe goca të bukura ndonjëherë që nuk kanë veshje. Fillon konspiracioni pastaj, e ka bë filani, jo po ka qenë festejk. E ka bë. Unë për shembull, nuk e di a ka ndodhur apo do ndodh kësaj të mërkurë, për shembull te bunkeri, që e kanë ca çuna dhe goca të lezetshëm, po bëhet një tip panairi kështu i rrobave të përdora, që unë dhe ti mund të shkëmbejmë rrobe me njëri tjetrin, që nuk i përdorim, po që nuk do i blejmë me njëri tjetrin. Ty të pëlqen diçka ime, mua pëlqen diçka e jotja. Atë është kështu që s'kemi pse të blejmë rrobe super luksoze, por nëse ke diçka që se do më, ma jep mua, nëse më pëlqen më t'jap diçka tjetër. Bëhet kështu si tip open fair. Edhe shikoj që janë trende që shumë pak veta i përqafojnë. Kurse pjesa më e madhe do shkoj aty thotë, "Ha, ke bler diçka te Zara, ke bler këtë firmatën, ke bler të bluzën, e kishte vesh kjo, e pas te Instagram, dua ta pasoj zonë të fundit në fundit." Edhe kur shikon pastaj gjithë një pasarele e madhe, veshjes, truqe, shikon vajza ora 2 e drekës, aty te Xhomlliku për shembull, ku afër ku jetoj unë, është një mbëltore Tito e ka, e shet byreqi, ulesh shikon vajza super të kuruara, super të veshura, sikur po shkojnë në studio televizive ose po shkojnë po bëjnë një sfilat mode. Ndërkohë që unë të doja të shikoja një rini disi më të thjeshtë në veshje, po më të komplikuar në kokë, gjë që nuk e shikojnë, se pastaj te muhabetet janë komplet out. Po, sepse komplikimi në veshje është më i thjeshtë për të arritur se sa komplikimi në kokë, se për të veshur ti një gjysmëore do, e kupton? I hape Instagramin e këto se çka kanë veshur këto, thjesht gjej në një mënyrë apo në një tjetër, shumica nga këtyre Alibaba butollike që janë porositi. Edhe opa i vë ato dhe të duket sikur fasada është e gjitha ajo, të cilat do të mbajë ty domethënë. Kurse për të bërë komplikimin në kokë, sa punë do ajo, sa vuajtje do e gjitha. Nuk është aq i thjeshtë. Po shiko, është një lloj
pacipe, domethënë, kështu që ata çuna që thonë që femrat duhet lek për dalë me femra kanë të drejtë, por edhe nuk kanë të drejtë. Di pse kanë të drejtë? Ka të drejtë sepse është një stad ose është një grup mjaftueshëm i zëshëm në social media, domethënë që tregon që duan dal date se ka dhe YouTube shqiptar, por dalim date, ikim tu, ikim atje, shpenzojmë kaq lek, si të kalosh, e ke parasysh ato meme që dolën ca kohë si të shpenzosh 2000 euro në Milano apo dolliçi, këto idiotësira domethënë. Tani, normalisht këto nuk janë një pjesë e madhe. As pak, këto janë pjesë e vogël. Kjo pjesë e vogël është shumë e zëshme, jashtëzakonisht shumë e zëshme, saqë duket sikur është mainstream, duket sikur është shumica e njerëzve dhe ç'a bëjnë? Një mashkull me pa eksperiencë, edhe i pasigur e thoj që po ja, po shohim kjo goda që kisha unë fiksim i do të jetë dhe ashtu, do të bëj këtë, do të bëj ata, domethënë, edhe e gjen komfort e ka pjesa që thotë që po mua më duhen lekë. Sepse deri tani aty nuk e ka dalë një rast, domethënë ose nuk e ka parë vetë me sytë e tij që ti funksionoi një rast tjetër, që janë njohur, kanë qenë të dy trok ose njëri mirë, tjetri keq edhe janë kanë ecur me njëri tjetrin, kanë ngritur njëri tjetrin dhe kanë ndihmuar njëri tjetrin të zhvillohen. Nuk e kam parë, sepse këta persona janë shumë të zënë duke punuar. Këta persona janë shumë të zënë duke ndërtuar njëri tjetrin dhe familjen e tyre. Të vetmi persona që janë tutje tu janë ata që kanë kohë mjaftueshëm për të reklamuar ato veshjet e budalliqit që përmend ti. E kupton, kjo është problematika. Edhe thelbi është se këta nuk janë mësuar me punë. Këta nuk e vlerësojnë atë që punojnë, sepse nëse do ta dinin vërtet se sa e vështirë do ishte të bëje lekun, nuk do sillesh ashtu. Unë kam te podcasti i fundit, kam thënë diçka që kur e bëra video të shkurtër që e ngarkova në Instagram, u bllokua 2 herë, dhe kam marrë një strike sepse ishte violent speech, ishte kategorizuar. Gjithsesi, edhe në atje, në bisedë sipër, nga që më nxe pak gjaku, unë them në mënyrë, domethënë pak, si ta them, me shumë pasion që edhe këta që kanë ikur edhe merren me drogë, nuk e mbaj më mirë fix tash, po që është akoma video në TikTok, mund të dëgjoni pastaj. Që bravo e qof, vajt atje e pa që ky vend më duket se kanë përdorur fjalët, ky vend shkërdhat nuk ju dha asnjë gjë. Edhe vendosët të ikni të bëni pisliqe diku tjetër, sesa të rini aty dhe të merreni me ata. Që normalisht, domethënë, unë nuk është se mendoj atë ashtu, unë jam komplet kundër asaj gjë, sepse rrezikon individin në fillim, sepse ajo është jetë shumë e vështirë për të ndjekur, edhe është thjesht për të futur, por shumë e vështirë për të dalë, e të tjerë. Edhe vazhdoj duke thënë pastaj për atë çmimin e pallateve dhe apartamenteve që përmendi Andi, ku i them që mirë që ikët, bëhet ato që bëhet, po të paktën mos u bëni si ta plerat prej të cilët ikët, duke i çuar çmimet në stratosferë, se nuk ka lezet ta mbash apartamentin bosh kur mund ta japësh me një çmim tregu, se bosh janë shumica. Kam njerëz që punojnë me pjesën e ndarjes së mobiljeve, që thonë që personat që i kanë vend çmime aq larta, domethënë sa ne si agent nuk i sheshim ose nuk i japim dot më me qira, se nuk i merr dot më njëri me qira. Edhe këto dy fjali thashëm atje, domethënë, dhe është bllokuar ajo në Instagram nga të tre Instagramet. Nuk e vlerësojnë ata që rinë për kafe, as ata që ka shkuar në Angli në shtëpi bari, as ata nuk e vlerësojnë, se e din që vajti ja hodhi jetës, por nuk e din se çfarë heqin ata, edhe me çfarë frikë jetojnë, edhe në çfarë kushtesh psikologjike duhet të bëjnë të gjithë punën e tyre, ajo punë që i sjell atyre ai shumë lehtë. Nuk e vlerësojnë. Asnjëri nuk e mendon atë ose e vështirë ka qenë çfarë duhet të bësh. Asnjëri nuk e mendon atë. Unë kam vënë re vet tani që po i afrohem fundit, që kam vetëm 2-3 gjëra të vogla për të dorëzuar, edhe që jam në kohës në punë, edhe jam bërë 2 foto që kam postuar, shumica e shkruan njerëzit do bravo të qoftë ja hodhe ja të gjitha e tjerave dhe asnjëherë nuk ka thënë asnjëri që ore çfarë bëre, çfarë ndodhi, se nuk e di asnjëri se çfarë ka mequr unë për të arritur deri këtu ku jam. Pavarësisht se akoma s'kam arritur asnjë gjë të madhe, domethënë, po nuk e vlerëson njeriu më punën. Kjo është problematik shumë e madhe dhe unë mendoj që është shumë herë më e thjeshtë që familja ta kapi këtë, t'i vëj lakun që sa është brun fëmia i vogël, të tregoj që puna është diçka ose jo puna siç thoshin PlayStation që punon ose po punove je mirë, domethënë, po ideja është të bësh diçka, të jesh produktiv, të jesh më i mirë se sa ishe dje.
po ta kapi familja që kur je fëmijë është më e thjeshtë se sa ne të tre tash tani të diskutojmë, të bëjmë pllap dhe thonë ta kanë Terezi valla, fusin trapit gota. Ai tjetri po vjen me 4 BMW nga Anglia, ta thonë po kështu po ashtu. Se kështu do thonë shumica tani, se tani nuk ndryshojnë më, ose shumë e vështirë për të ndryshuar. Këto gjëra duhen kapur herët, duhet mësuar, duhen futur të angazhohen punën. Ne punojmë sa nuk punojmë ja bën ata me kamarina të gjithë kështu, do ikim jashtë është për shef. Kalamajt e suksesëm që janë tu që kanë mund shoqe, ata që kanë ecur mirë edhe me studime, por edhe në punë janë kalamaj që kanë punuar që 10 vjeç, që shpërndanin gazeta, ku dëgjon budalliqe ndryshme. Edhe e ka dhe si kulturë, sepse ka qenë një periudhë këtu ku ka qenë nevoja ekonomike për të bërë atë punë. Ka qenë një herë nevoja se familja s'ka qenë që të mirë për një farë lek xhepi e ka bërë më shumë dhe tani është kulturë. Ata e bëjnë një palë pushime, normalisht. Kjo ndarja është akoma, për shembull. Unë punoj për mbajtur veten time, ata punojnë për bërë pushime. Po të dy punojmë. Nuk ka rëndësi se për çfarë punon, të dy jemi produktiv në fund të ditës. Për qëllime të ndryshme. Kurse kjo pjesa e kulturës që ti prit gomar të mbi bar, domethënë sikur nuk ta e di se i detyrohet ndonjëri në një gjë. Jo, nuk ka shteti, nuk i detyrohet shteti. Lidhet me atë muhabetin e individit që bisedën për individin që kishim përpara, domethënë. Nuk i detyrohet asnjëri, askujt, asnjë gjë. Nuk mund të qahesh për shkakun sa do bisedë politike të bëjmë ne. Sa do të tregojmë me gisht politikanët, nuk mund të themi ne politikani është i keq kur ti vet nuk merr asnjë gjë. Nuk është se ti e provove dhe s'të la ai. Ti provoje herë valla. Po, Albi, në vërdo. Ma ndryshoj e mëndi? Ikum duke. U trem. Ku e lash? Më falni se kam shtyp mute pa dashje. Nuk të gjuam asgjë. Desha të them, po flisja me timen. Desha të them që ne kemi kuptu materializmin, po se kemi kuptu kapitalizmin. Kapital do të thot mjetë të prodhimit, do të thot produktivitet. Një shoku im, para ca kohësh, ishte inxhinier në ndërtimi. Ai them ku punon? Në shtet, thot, marr 500.000 lekë. Them po pse nuk punon privat? Po e kam provu në privat, thot, mirë po ishte shumë e lodhshme, ishte shumë e vështirë. Ndërkohë unë kisha plakun tim 60 vjeç, inxhinier ndërtimi, shkonte bënte zbatusin atje kur hidhej beton e ku diun sa pun kishte. Domethënë, më duket absurde valla, ti je 25 vjeç edhe ty duket të vështirë puna privat, ti nuk punon për veten tënde. Unë ka thënë plaku im, ne kemi punuar në komunizëm për shtetin, për Enver Hoxhën, për fëmijët e Enver Hoxhës, që dilin ata jashtë shtetit. Sikur të kishim punuar për veten tonë, do ishim të pasur sot. Ne tani në kapitalizëm nuk po them që është fush me lule, po i kanë mundësitë që të punojnë, i kanë mundësitë edhe që të emigrojnë, i kanë mundësitë edhe në Shqipëri të punojnë me një call center ose nuk e di, të përpiqen të marrin një diplomë, të studiojnë tamam, se edhe në Shqipëri shikon njerëzit që kanë studiuar tamam në shkollë dhe njerëzit që kanë shkuar në shkollë kot sa për të marrë ato provimet. Dhe ata që kanë studiuar tamam arrin të bësh një debat me to, ndaj politik, ndaj ekonomik, ndaj për fushat e ekspertizës që i kanë. Edhe çdo fushë e jetës është e tillë. Po shohësh për shembull administratën shqiptare marrin avash. Ti shkon për të kërkuar një dokument, duket sikur i ke shkuar në shtëpi kur ai po bante gjumin e drekës edhe të shef kështu me i farë bezdije. Edhe po nuk e ushqeve me lek, po nuk i dhejnë ajo rëshfet, as bëhet fjalë që të ketë i farë nxitimi tek vetvetja. Dhe e kemi gjithë si shoqëri këtë që e kemi avash, nuk kemi i farë nxitimi, i farë tempi. Dhe ndoshta na kalon turku, nuk e di, po turqit janë shumë punëtorë sot. Turqit sot prodhojnë nga rrobat e deri tek dronet dhe avionat. Unë mbaj mend kur kanë pasur turqit që punonin bënin rrugën e kombit, ankoshin turqit që shqiptari nuk punon. Thoshte unë që jam inxhinier, se ata vinin një inxhiniera, vinin specialista. Thoshte unë punoj 12 orë, ai don me punu vetëm 8 orë ose vetëm 6 orë dhe pastaj shkon te shtëpia se lodhet. Nuk ka dëshirë me punu. Unë kam ardhur nga Turqia, flej këtu, flej nëpër Kapanone, punojmë nga 2 turne për ta bërë rrugën për të ikë në punë time, rritra muj dhe ik. Ai që jeton këtu, jo, nuk punon, edhe po t'i ofrosh më shumë lekë. Kështu që nuk e di, nuk po them që shteti nuk ka faj, sepse edhe shteti ka promovuar modelet e gabuara, ka promovuar vetëm hajdutat dhe njerëzit
parazit, po edhe njerëzit vetë, sidomos unë kam kritikën me rini një herë, moshën mbi 25 vjeç, duhet të kenë shumë më shumë iniciativë, shumë më shumë kërkesë llogarie dhe shumë më shumë produktivitet në çfarë do lloj fushë, ndaj në fushën e artit, ndaj të jenë aktivista politik, ndaj të jenë biznesmena, të hyjnë në biznesit, ndaj të jenë profesionista në fushën e vet, po të jenë kërkues për fushën e vet edhe të jenë të kërkojnë gjithmonë nga vetja. Sot i ke libra gjithë online, valla, sot prindrit tanë kishin vështirë të informoheshin, edhe të informoheshin për një temë. Jo thoshte televizori kjo është kështu dhe e besonin, nuk e kuptonin botën sipas atyre librave, romaneve Victor Hugo të mirë. Ndërsa tani ke informacion për çfarë do lloj gjëje, nga kinematografia deri tek fizika nukleare, mund të gjesh në PDF. Është e pafalshme që të rishet harxhosh kohën me gjëtliqen TikTok ose në Facebook. Po gjithsesi është smundja e kohës tonë kjo. Është ideja, po edhe TikTok edhe Facebook. Shiko, unë jam tani për pak të marrë edhe titullin, kur do të filloj dhe unë të jem në kohë të plotë inxhinier ndërtimi si ytate etj. E kupton? Unë jam shumë i bindur, domethënë, me sa e perceptoj unë, që nuk e di, domethënë, po mendoj se unë as çerekun e librave që mund të keni lexuar ju secili, domethënë, kam lexuar vetë. Por unë kam konstruuar informacion të ndryshëm, nga që jam edhe pak më i vogël se sa ju, kam përdorur YouTube-ra, kanalet e tjerë, po edhe social media për të marrë pothuajse të njëjtin informacion. Disa libra që juve i keni lexuar në letra akoma për shkak, unë i kam dëgjuar audiobooks. E kupton? Po ka ardhur informacion në një lloj mënyre. Edhe kjo pjesa që social media po bën këtë, social media po bën atë, është edhe një çik se algoritmi të jep atë që ti kërkon. Algoritmi nuk të fut ty në fyt edhe nëse ti jep dislike 3-4 herë. Po i pëlqen robit ajo lloj gjëje, edhe normalisht algoritmi atë të ushqen ty gjatë gjithë kohës. Hapi tash, hap tani faqen e se si jemi në kamerë tu, të hapim në faqen e YouTube-it, tash i ke të gjitha ku dëgjon, tani dalin aty histori romake, formula e jetës, au ju budalliq, ato që shoh fund derisa të nxjerrë gjumi. Po podcaste 2-3 ke gjithsej, në gjithë Shqipërinë. Domethënë kaq pak pas kanë drejtë. Podcast unë gjej pas fund për shkakun, unë gjej podcast. Jo, po them, Shqip nuk ka, nuk bëjnë. Po pra, po, shiko, podcaste edhe ka dhe ca që bëjnë, domethënë, po ta vesh re ne kemi diçka ndryshe podcast, që është një lloj tjetër podcasti, që është podcasti përpunuar i nivelit të lartë, kupton, informacione të sakta etj. Edhe ka mbështetje më të vogël vllai. E kupton se ne jemi skëter. Ata që dalin që bëjnë TikTok, që shajnë njëri tjetrin edhe au ju, i shkatërrojnë numrat fare, qarkullojnë me mira euro, domethënë, kurse një podcast që bën një temë domethënë më ndryshe, as një like ore, as një share nuk të jep robi. Edhe vetë ti vesh robi tani që kanë pasur eksperiencë personale, edhe nga rrethi i miqve domethënë, kur bëhen tema si rinia apo një monolog, një gjë që më dhem mua domethënë që diskutojmë ne bashkë etj. I vjen turp valla, nuk e shpërndajnë. Jo më tani domethënë të japin një lloj mbështetje tjetër. Kurse në qoftë janë dy persona që po shahen live me njëri tjetrin, ajo xhiro do bëj një lloj shpërndarje, do bëj xhiron e gjithë grupit shoqëror brenda sekondash. Ato gjë e shpërndan, se është komforti personal që është sa shikta budallën, që themi si këta, hajde qeshim me këta. Nuk jemi të hapur ndaj asaj pjesës që ore dale valla. Çfarë është ky informacion i ri? Di unë se ta interpretoj këtë? Çfarë mund të bëj me këtë? Sa i lidhur kam qenë me këtë informacion. A është i saktë apo është i gabuar? Qoftë se i saktë. Sa gabim kam qenë unë, si mund ta ndryshoj, pse duhet ta ndryshoj, etj. Kështu unë kam pasur këtë lloj, unë tani më duket si psikopat ndonjëherë. Unë kam 3 podcaste anglisht, një gjermanisht, ka filluar një italisht, ka filluar kamaruar italishten dhe po dëgjoj një podcast për të përmirësuar gjuhën. Po unë gjithkohës kështu mendoj, dale, çfarë thakë, ktheje prap mbrapsht. Derisa ta kuptosh. Nuk ka më tani është vetëm ajo qeshja e kohës, domethënë e gjitha. Kjo pjesa se përpiqesh ti për me përmirësu veten gjithkohës dhe nuk të mjafton që po studion për përpiqesh me ballë një podcast me gjuhë tuaja, ndërsa boti është aty 25 vjeç, 30 vjeç, vetëm ulet aty pin birrë dhe nuk ka kur farë kritike ndaj vetvetes, nuk përpiqet me përmirësu vetveten, nuk përpiqet me përmirësu realitetin ku jeton njëherë, shoqërinë, të informohet, kuptojë,
ku po jetoj, ç'a po ndodh, ç'a është e padrejtë, ç'a është e drejtë, vetëm ky ka lek, festeku po tulesh në kafe shqiptare, ti mendon se këtu po bëhet biznesi dinjas, jo po 50.000 euro, jo po 100.000 euro, makina e këtij, ajo ta merr mendja se këta janë gjithë biznesmena. Ndërkohë kam pas lexuar një artikull që thoshte ky brezi Generation Z, këta po investojnë thoshte në bursë, sepse ka qenë ajo mania e Bitcoinit që ishte një farë periudhe dhe më duk interesante sepse thoja këta janë kalamaj, janë 20 vjeça dhe kanë janë futen në bursë, informohen për ekonominë, investojnë disi. Ndërsa ne në Shqipëri edhe po të kemi lek në përdur, mendojnë vetëm të shpenzojmë kot me pseudo luks dhe kur vjen puna produktiviteti, produkti zero, ose do ndërtojmë shtëpia, apo ajo shtëpia nuk sjell lek ty, është diçka që vetëm konsumon nga ti, bëj diçka produktive, bëj diçka që zgjasin kohë. Nuk e di se ndoshta po bëjmë kritik secili e di jetë në vetë si e mendon, por që më duket pak paradoksale. Edhe po shpopullohet Shqipëria, edhe njerëzit vetëm rrin kot, është absurde, nuk shef as në Itali, as në Amerikë, as askund që të rrinë njerëzit në kafe gjatë gjithë ditës. Vetëm vende të pazhvilluara ose në vendet botës tretë. Dhe okay, pa punësi, po s'do punojnë gjithë drejtora, futu call center, do fillosh me 400-500 lek, mund të arrish me 600-700.000 tani. S'është shumë e mirë, po ajo është rroga mesatare e lartë në Shqipëri. Edhe kamarierat 500.000 lek bën një banakier në Shqipëri. Për një person pa shkollë nuk janë pak. Po nuk janë zero, fake pozitivitet, por të paktën nuk po shpenzon lek kot, të paktën nuk po rrin me pi birra. Gjithsesi, nuk e di. Unë e shikoj pozitive, të them drejtën, sepse të shohim ku ka qenë Shqipëria me rroga 150.000 lekëshe, edhe ku ka arrit sot, ku një njeri unë gjej histori të rinjve që marrin 1 milion lek duke punu në call center ose i marrin në mënyra të ndryshme, kështu që nuk e shoh kaq të zezë, dhe mendoj se Shqipëria është një vend në zhvillim, një vend që po të ketë rritje ekonomike 4%, 5% mundet edhe të dyfishojë të ardhurat për 10-15 vjet. Edhe kjo nuk ndodh në vendet më dhaja, për shembull Italia ka rritje ekonomike 0.5%, nuk është se sot ata kanë dyfishin e të ardhurave që kishin në vitin 2000. Ndërsa Shqipëria sot në 2020, në krahasim me vitin 2000, ka të ardhura rrogat janë dyfishuar, edhe po shohësh zhvillimin është jashtëzakonshëm. Për shembull, njerëzit huaj që vinë në Shqipëri sot, krahasim me ata që kanë ardhur në vitet 90, thonë wow, ka ndryshuar. Nuk është se jemi dembela, domethënë dalim në emigracion, përpiqemi dhe vendi ndryshon avash avash, po jo me ritmin që ne si rinj shpresim dhe pritshmëritë tona shpesh gënjehen nga mangësitë dhe nga mentaliteti, s'po them katunari, se edhe unë jam në origjinë gjyshit nga fshati, po një mentalitet shumë primitiv i disa njerëzve që ne na ka mbajt mbrapa. Gjithsesi unë mendoj se do zhvillohet Shqipëria, s'ka nga shkon, ka hap negociatat për NBE, është një vend zhvillim. Ndoshta fëmijët tanë do ta shohin në vend zhvilluar, por domethënë ajo që ne duhet i japim shoqërisë, kontributi ynë duhet të jetë që ta bëjmë gjithmonë e më të mirë, jo më të keqe, jo ta qejmë drejt regresit, drejt budallëkut, drejt kriminalitetit. Të përpiqemi ditë pas dite që të jetë një vend më i mirë edhe të arrijmë disa fitore të vogla që mos të kthehemi mbrapsht, që mas 10 vjetësh mos themi që jo po s'ka ndryshuar asgjë, ose jemi më keq se ku ishim, ose të jemi prapë me personalitete si Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama. Të ecim përpara, kjo është ideja ime. Po, gati, prandaj ne jemi këtu dhe po i diskutojmë to që po diskutojmë tani, se të gjithë ne në mënyrë aktive apo pasive po mundohemi që të bëjmë një lloj kritike pa pasur hundur përpjet, po duke treguar disa alternativa të ndryshme, domethënë se si mund të ecim përpara, se që është më mirë, nuk diskutohet, do jemi shumë hipokritë që do thoshin no, jemi më keq se sa jemi, jo. Jemi pa frikë fare në periudhën më të mirë që ka qenë Shqipëria ndonjëherë. A është kjo mjaftueshme? As pak, se ka probleme rrënjësore, domethënë, por prapë nuk mund të jemi aq si ai kali me ato pallaskat e syt që nuk shef asnjë gjë tjetër se ç'a ndodh vërtet, domethënë edhe i bie fyllit me të njëjtën vrim. Nuk po them për atë, as pak. Po ideja është se duhen treguar me gishto, sepse kjo është problemi më i madh.
për mua kjo është problemi më i madh se sa krimi vetë, domethënë. Kjo është krim ndaj shoqërisë më i madh se sa ti je kriminal, është thjesht të vegjetosh edhe të qahesh, sepse këta persona që do të bëjnë fëmijë, nëse do krijojnë një familje, atë lloj vreri që lëshojnë nëpër kafene, do lëshojnë edhe fëmijët e tyre, dhe fëmijët e tyre do jenë të pjellë tek tyre që do mendojnë në mënyrë të njëjtë ose akoma më keq. Edhe 10% po patën fat do jenë nga ata që thonë që nuk merre mund siç bëri babi im që dështoi, unë do zgjedh një rrugë tjetër etj. Po kjo është vazhdimësia, është ajo që më shqetëson mua si fakt në këtë lloj sjellje, domethënë. Se edhe 400.000, shiko, unë kam një nga shokët e mi këtu në Berlin, domethënë i punon babai në një nga ministritë. Me që përmend mbështetjen që ka fajshit deri diku. Tani edhe ne bëjmë mohabet, jo, po nuk ka mjaftueshëm mundësi e gjitha të tjera, edhe ai direkt e kaloi WhatsApp audio, e kaloi direkt në video, hapi faqen e ministrisë ku cilën punon, 4 vende të lira, nga 450.000 lekë më duket, për të bërë vetëm tabela Excel. Asnjë. Ka 4 muaj. Ajo që ishte atje, para 2 muaj shumë mohabet, që ishte hapur vendi, 2 vende pune, 450.000 lekë, 7 orë në ditë për të marrë me tabela Excel, asnjë aplikim, zero. Edhe njerëz që munduam ne për një 2-3 javë, sa i thoshim që ore ti do je punë ik atje, ke punë për çfarë do ikësh në zyrë, e zotri burr, këtë departamentin e njohim, nuk do të bjerë asnjë qafë, thjesht do bësh punën tënde diku në shtëpi. Jo, nuk e bëjmë. 450.000 lekë punë të punoj unë 8 orë për 450.000 lekë. E kupton? Ky është një lloj paradoksi. Dy dhjezje bosur dhe bishtin për pjetë apo. Po ikë dha merr 450.000 lekë sot. Bëj 4 muaj, bëj 5 muaj, ku di që unë do kesh në CV, e keq do të kesh në CV. Më mirë të thonë. Ke në CV, në fund fare ke punuar për ministrinë. Ke punuar në shtet, ke punuar për ministrinë. Do vesh në një privat nesër pas vesh të bësh një diçka. Jo po janë pagat e ulta. Dalja vllai, pagat e ulta, po tabela Excel po bën, po vën numrat të rinj, po fshin numrat e gabuar, po bën çfarë do të bësh, se ti nuk po shpik rrotën nga e para. Se të paguaj 1.000 euro ai ty se do mbushësh ti tabela Excel me numra. Koteshi. Të rrim shtrëmër të flasim drejt është kjo puna. Ato mundësi janë për momentin. Fakti që mundësit nuk janë të mira, nuk do me thënë që ato që janë nuk duhen shfrytzuar. Këtu e ka problemin. Të shfrytzohet atë lloj sistemi. Ato që shfrytzohen maksimum, edhe duke e shfrytzuar atë, jepi dhe fuqi vetes, lë pako pas dite, si unë budallaj apo si budallënjtë të tjerë që lexojnë një gjë tjetër apo dalin bëjnë një post atje, mundohen të krijojnë një video të vogël, mundohen të bëjnë një podcast, një tjetër apo ku dëgjon. Ka youtubera të tjerë që punojnë kamariera e bëjnë video YouTube, kanë audiencë të përkryer fare. Edhe nuk qajnë ai shumë. Është edhe një fenomen, unë kam taku këtu në fillimet e mia kur kam ardhur që punoja kamarier. Me gjitha komësit, ishte mirë, keq, kisha konflikte, kur takosha me shqiptar, ju dukte sikur unë po i shaja, do me thënë e kishin super bezdi, që në takonin mund një shqiptar tjetër që ban punën e kamarierit, se ne banim punë përgatitnim ato pjatat, pirujnët edhe lanim në herë lava pjatë, ke parasysh ma punë e thjeshtë. Edhe thoshte, ose të shifte keq me inat, ose thoshte, ja, përse unë përkohësisht jam këtu, se unë kam pretendime më të mëdhaja. Tash normal, edhe unë kisha pretendime më të mëdhaja se po bëja shkollë. Kisha nevojë për një punë. Pse duhet me ta zor ty që po punon një punë thjesht, ose më saktë, pse nuk të vjen zor kur punon me komësitë e tjera dhe të vjen zor kur takon shqiptarin, se kur takon shqiptarin ke frikë se ai tul hundën ty, po shkosh në Shqipëri mos e ky kamarier ka punuar. Kështu që duhet ta ulim pak këtë ta shoqëritorin pordh dhe të punojmë punë të thjeshta dhe të jemi më produktiv edhe nuk e di, mos të kërkojmë gjithçka sot për nesër. Ajo që vjen nuk ka asgjë që vjen falas. Edhe nëse ti vjedh në shtet, del nesër një legend shan në rrjetet sociale, del nesër një prokuror të thotë hajde pak këtu, ose më jep kaq lek, ose të çojnë burg. Del pas nesër një politikan që të sulmon. Nëse ti merresh me drogë, e tham që ka rreziqe të veta, as ajo nuk është e lehtë. Ose djem që merren me vjedhje në Itali ose që vjedhin vila dhe ata përballen me policinë, përballen me pushkën e pronarit. Nuk ka asgjë që vjen falas në jetë. Duhet me kuptu këtë, ka thënë Unikatiti, po. Është e vërtetë.
Qa themi tani, unë nga ana ime çfarë kisha për t'i thënë këto deri tani thash gjitha, siç ke punuar ti kamarierë, unë të besoj Alvia, po jo kemi bërë lloj punësh nga më të ndryshme, sepse unë ke pasur fatkeqësisht një situatë familjare që ishte pa parashikuar ku erdha unë te që njëri nga prindërit e mi nuk mund të punonte dot me për arsye shëndetësore, domethënë dhe unë detyrova kam bërë ore kam larë dhe banjo valla. E kupton? Unë tani drejtoj 3 projekte të ndryshme në kantinin tim, po unë kam larë banjo derisa kohë. Kështu që edhe ka persona që të e shikojnë që po ajo që the ti që duket sikur e ulë atë. Po jo, unë për shembull i kam robi që ti në qoftë se ke lek, domethënë edhe ke makina i bravo të qoftë, domethënë. Por në qoftë se ti ke lek, por dikur ke qenë pa lek, domethënë, kjo është akoma më tërheqëse më valla. Sepse ti kjo tregon që ti ke arritur në diçka. Se në qoftë se ti thjesht e ke trashëguar apo një mënyrë tjetri, çfarë kuptimi ka? Ty s'ke bërë asnjë gjë për atë punë. Dhe historitë e suksesit, nëse i shikon sidomos në Amerikë, që është vendi i kapitalizmit, janë gjithmonë për atë që ja ka dalë, që s'ka pas ndihmën e prindërve ose që ja ka dalë nga zero. Këtë e kanë si histori suksesi. Kurse ne kemi historinë suksesit, trashëgova nga prindrit ose u lidha me filan pistekun që është i fuqishëm, edhe unë tani jam i fuqishëm si pasojë. Pikërisht, është nuk e vlerësojmë më punën, domethënë. Tani, kështu që Andi jepe ti vendimin tënd tani për Qa mendojnë te kjo gjë, domethënë përpos atyre që u thanë që bie dakord, është Tolkien i thot një gjë shumë interesante, domethënë nuk ka asgjë të keqe te jeta e thjeshtë dhe e ndershme. Edhe ne duket sikur ne shqiptarët nuk na pëlqen kjo jeta e thjeshtë dhe e ndershme te këto gjëja. Edhe këto shembuj që janë, domethënë secili prej nesh është e pamundur të mos i kemi hasur në jetën tonë kjo pordha e madhe që nuk duan të punojnë punë modeste, po nga diku duhet filluar, nuk mund të fillosh milioner ose miliarder, përkundrazi, disiplina që t'jep puna kryesisht fillohet nga punë tilla, sidomos domethënë edhe çdo lloj gjëje në jetë nuk fillon nga zhëja, fillon nga aja. Pa krijuar disiplinë, pa mësuar që ti duhet vish në orar të puna, pa mësuar gjën e thjeshtë, nuk mund të kalosh direkt tek miliarderi. Edhe ai që ka bërë pjesën inovative, po themi kështu shembuj Zuckerbergu ose Elon Musku, prapë janë marrë me pjesët e rëndomta dhe pastaj kanë bërë një shpikje ose një gjë, diçka inovatore ose Steve Jobs që i ka dhënë përfitime. Po asnjëri nga ne nuk është Steve Jobs apo Elon Musk, ka persona të tillë, por ama dhe ata siç e kanë filluar ata, çdo gjë duhet filluar nga aja, duhet filluar nga një gjë që nuk është turp, por është një punë modeste. Përkundrazi, është një gjë që t'jep e para që duhet ndihet krenar njeriu, ka një lloj, po themi, nga adoleshenca që del nga kufita e adoleshencës, dikur shoqëritë klasike kishin një lloj edukimi dhe një lloj imitacioni për meshkujt, sidomos për meshkujt, para se ta quanin burr, se ne sot kalojmë në burrëri pa një lloj procesi, pa një lloj imitacioni, pa një lloj provimi, po themi. Imitacioni është një lloj provimi shoqëror. Edhe jemi burra, pavarësisht se shikon 25-30 vjeçar që s'janë burra. Çështja që u kalonte një lloj prove dhe imitacionoi dhe pastaj futen në shoqëri. Dhe një nga imitacionet moderne, po them, është aftësia për të jetuar i mëvetësishëm me ekonominë tënde, sepse nuk është thjesht çështja që po fiton paratë tua, por ti ke fituar një lloj mëvetësie edhe psikologjike nga prindi, nga babai, sidomos nga figura e babait, dhe ke krijuar një lloj je futur si individ në shoqëri. Edhe fakti që ti nuk do ta krijosh këtë, po e do kështu të dhuruar ose do disa miliona dollarësh, nuk e do për shkak përpjekjes, për shkak disiplinës, për shkak gjitha këtyre gjërave të vogla e të përditshme që nesër pas nesër japin një produkt si psikologjik edhe ekonomik, duket pak e trisht te të rit shqiptar që e refuzojnë këtë lloj gjëre. Po e them dhe nuk ka asgjë të keqe të punosh, ta fillosh me punë edhe të rëndomta, me punë thjeshta edhe me pak, sepse është mënyra se si çdo gjë mësohet, çdo gjë kalitet. Sepse nuk mund të fillosh ti në një kompani CEO direkt. Do të fillosh një pastruesi, ndoshta ai që shërben kafet, ai që siç e theti plotson ato numrat te Exceli, dhe pastaj të kalosh tek pjesa tjetër. Por edhe një gjë që doja të shtoja është që rinisë shqiptarë më duket i mungon një lloj, ndoshta kjo edhe për shkak të edukimit mbar shoqëror, edhe mënyrën se si ne i qasemi mbi gjëra, edhe universiteti tonë që nuk prodhon gjëra, po mendoj se të riut shqiptar i mungon
një çik kjo vitaliteti mendor, vitaliteti i rinisë që do ta haj jetën me dhëmë në shumë aspekte, do të mësoj, do studioj, do të mësoj gjëra të reja. Dhe e tham të tre besoj se e prekem si gjë. Ora ke YouTube-in, sot ke programin internet, Twitter, shumë gjëra në cilët informacioni vetëm ti je budalla nuk e rrok. Ke librari të tëra libra që mund t'i shkarkon me një klik. Deri dje ose deri par dje nuk kisha mundësi të lexoja një libër fizik. Sot i ke çdo libri, çdo leksioni nga më zhvillim më avantgard. Bëu subscribe 10 vetave, 15 vetave në YouTube që të pëlqejnë për X kanal. Do mësosh, unë për shembull dizajnin e kam mësuar përmes tutorialeve në YouTube. Nuk kam bërë as shkolla as gjë. Po është shumë e thjeshtë, po duhet një lloj konsistence, një lloj disipline aty, që sot informacioni, libra, gjërat i ke gjatë gjitha aty. Edhe problemi është që unë më shikoj që këtë mungon ky lloj vitaliteti për shumë gjëra, që do mësoj gjëra të reja, do të shikoj gjëra të reja dhe që ta mbush atë botën e vet brendshme me kulturë, me art, të hap të diapazonin, si të bëj një podcast, dikujt bëj një, nuk e di, bëj një ekip futbolli me çunat e lagjit, mësoni diçka tjetër ose të diskutoni për diçka. Dhe ajo që u përmend pak më parë pse kanë sukses këto avionet në TikTok ose këto budalliqet, sepse kjo reflekton dhe nuk kanë sukses podcastet që kanë një diskutim disi më ndryshe. Sepse kjo reflekton mendsinë kolektive të riut shqiptar, i cili do llogjen, sepse nuk kanë çat prodhoj, një njeri që nuk ka marrë, nuk ka mësuar, nuk ka parë diku, nuk ka studiuar, nuk ka çat jap. Dhe ajo që e vetmja gjë që jap është to avionet, diskutimet përputhen, budalliqe Big Brotherit, kafja sot me ku do e ham drekën, ku do e ham darkën. Edhe lokale dhe gjitha, prandaj janë mbushura me këto, sepse edhe po ti dëgjosh si biseda, nuk është se diskutohet për, domethënë diskutimet janë diskutime budalliqe, vaksina, geopolitika, se ç'a bën Putini, se ç'a bën Illuminati dhe se si njerëzit nën tokë sundojnë botën edhe dalin nga këto lizards, ose me gjëra banale komplet. Dhe nuk gjon kështu diskutime mbi art, mbi kulturë, mbi filma, mbi podcaste, mbi zhvillim shoqëror, mbi debat politik, mbi një fenomen që ka ndodhur edhe në shoqërinë shqiptare edhe në botë, ose të ndjekësh njerëz të cilët kanë një kulturë më të madhe, gjithë këto yjet ose profesor, po themi, varet nga pëlqyeshmëria që do, po janë bërë një lloj trendi i gjithë. Derdhemi në kafe, duhet të jemi gjithë pasur, por nëse ti shkon dhe shikon këto çunat edhe gocat e pasura, të bukura, të showbiz dhe gjithë, edhe kam pasur fatin e mirë dhe fatin e keq që disa prej tyre të janë kështu nga afër. Është problemi që janë bosh së brendshmi. Realisht bosh, nuk ke të diskutosh një ide se kur thot ndonjëherë ti mund të shkosh me atë femrën që ke fiksim ose me atë mashkullin që ke fiksim, po për te seksit dhe hëngra atë ushqimin e shtrirë, duhet bërë dhe pak muhabet, hey vajz ose djal, llafosu pak me njëri tjetrin, të zbuloj botën. Më bëhet pak interesante edhe nga ana mendore, domethënë, sepse unë nuk jam ulur nuk të besohet për zotin. Që mos të bëhet dhe një echo chamber, domethënë se po i përmend këto pjesa ku thotë që duhet të bësh pak muhabet. Ideja është se tani janë ndarë në dikastere, tani është bërë në shtratë ka ty, në mendje ka dikë tjetër. Po kjo është e trisht, sepse unë për shembull ti varet dhe kë do të rrehesi individ. Sepse unë nuk dua të rreh një individ i cili, domethënë dua të rri me individ ose dua të bëj mohabet me individ i cili është bosh nga ky aspekt. Edhe po ta them kështu troç edhe në mënyrë kështu batute. Është shumë e lehtë kapësh vajza ose djem dhe me biçikletë. Nuk është asgjë, thjesht mjafton të dish se si mënyrën e drejtë qasjes, interesohesh për personin. Nëse ti do copën e mishit tek personi tjetër dhe makina është ajo leverage ose ai mjeti me cilin do ta kapësh, normalisht ti atë do marrësh copën e mishit. Por nëse do personin, do të flasësh me personin, do të komunikosh me personin. Edhe nuk shikon njerëz si hajde dalim, domethënë i shikon sa më pak gjithë nëpër lokale shtreta në majt taracës kësaj, në hotelin kësaj. Nuk shikon një kanë pra sepse nuk kanë bagazhe që ato ofrojnë. Po. Po që edhe mos azjashim shumë çështje, domethënë, se po na ozjat shumë kjo nuk e shkarkoj dot më po kaloj 3 orë, 3 orë pësaj. Unë një gjë të vogël kisha për të shtuar si përfundim, një që ka thënë Joe Rogan tek një nga podcastet, jetojmë në periudhën më të vështirë që ka ekzistuar ndonjëherë ti jesh ignorant. Është shumë e vështirë në këtë kohë ku jetojmë ne ti jesh ignorant. Shumë e vërtetë. Shumë. Do një gjë tjetër të vogël për të shtuar kemi? Sa kohë ka ngel? Të bëllëm pak hapësirë.
Unë, shiko, mund të vazhdojmë dhe me një temë tjetër pastaj, po këtë duhet ta mbyllim për diku te 7 minuta. Një minutë desha të them vetëm për atë që tha Andi, jam shumë dakord që se u tha dhe më përpara që thonë djemt, dalësh për kafe duhen 200-300.000 lekë shpenzosh. Tani nëse ti shikon vetëm ato pjeshkat e Instagramit, ato që gjithë kohës merren me pamjen e jashtme, ato që reklamojnë rroba të shtrenjta, sigurisht që ato duan lekë. Sepse ata tërheqin meshkuj të tjerë, të palestruar, meshkuj me lekë, meshkuj makina shtrenjta, por ka vajza plot që janë vajza të thjeshta, vajza të lexuara, vajza që duan jetën e thjeshtë, vajza që duan një djalë sinqert, tamam. Nëse ti varet se çfarë po kërkon në jetë. Nëse ti kërkon gjithmonë dhe nëse gjithë meshkujt sulen drejt njëjtave pjeshka, sigurisht që duhet i paguash. Nëse zgjedh femra më të thjeshta, sigurisht që nuk duhet i paguash. Madje ka dhe femra të cilat në podcast, në biseda të tjera në Space i kam dëgjuar që i mbanin ato me lek, meshkujt që ishin të lidhur, ishin lidhje bashkë. Kështu që jetës i merr atë çfarë i kërkon. Nëse shkurt për këtë se është temë gjatë kjo e marrëdhënieve. Dua të them një batutë fundit për këtë që ma kujtoi Albioni, që një batutë të gjyshes time e thotë shumë lezetshme se ti je pjeshk Instagrami, ofron kështu unë dua 3-4.000 euro për të më mirëmbajtur si të dashur, po thotë një gjë shumë të lezetshme gjyshja ime, thotë që tani që ti je e tillë duhet të ofrosh dhe diçka shkëmbim përveç trupit, domethënë se po tregojmë një çik seksist, po gjitha pothuajse në anatomi është e njëjta gjë trupi me ndryshime të vogla. Edhe gjyshja ime thotë atë mikun ose duhet ta kesh me xixa ose do të bëj flak, kështu se nuk justifikohet oferta e madhe që po të jepet. Edhe në këtë rast, nëse vjen vetëm fizikisht, do ta kesh me xixa realisht, do të shkëmbej xixa kur bëjmë seks, se nuk ka justifikim tjetër. Shumë dakord. Perfekte për të mbyllur kjo. Faleminderit për të bisedë jashtëzakonisht shumë të këndshme. Faleminderit, natën. Natën.